Zoti Madhreshëm na thon Kur'an, ftoj njerëzit në rrugën e Zotit Madhreshëm bil hikmeti wal maw'idati al hasana, me urtësi edhe me këshill të mirë. Çka nën kupton urtësi vëllazër? Njeri mund me kanë shumë i dijshëm, por s'ka urtësi. Çka fjala hikme në Kur'an ka për qëllim janë një numër i vogël i njerëzve që e kanë këtë dhunti për Zotit Madhreshëm. Kanë njohuri shumë edhe kanë urtësi në mendje. Dhe ka njeri më ka marrë shumë i meqëm, di gjithë shka në dunja. Urtësi nuk ka në mendje. Allahu po thotë këshilloj njerëz, ju bëni këshillues të njerëzve me mençuri dhe hikme, me urtësi. Allahu për veti ka thonë innehu hakimun alim, ajo është i urtë dhe gjithdijshmi. Për i fjalëve hakim, do të thonë i urtë. Me urtësi, jo i urtë me nejt urtë, po urtësi është mendim i thellë. Allahu është ai i cili është i gjithdijshëm edhe i urtë në dijen e tij. Dhe që urtësien ja jep kuna do për kresave ti. Ka njerëz që e kanë këtë aftësi. Allah ja jep. Allah për në thotë dhe përdore që të hikmen, që të urtësien me i këshillu njerëzit. Edhe pastaj tha wal maw'idati al hasana. Edhe jepja një shembull të mirë. Në momentin ku gjendin ku është ai, provo ti më dhon një shembull se çysh duhet me dalë për krize. Mi thonë shumë si ti ka, e kanë kalu këtë fazë, edhe sot janë udhëhec familje që shishëm me ratë. Mi adhon një shembull. Me gjithë një shembull të duhur në momentin e duhur që ati duhet, ati i pëlqen. Për ndryshe, nëse se ke lexu gjendën aktuale të ati, pasuajt e mëdhaja, çka do që ti thusha e merr begjësisht fjalën tonë dhe ka mundësi me pas pasuajt e mëdhaja në jetë. Por këtë arsye vëllezër po jetojmë në një kohë sepse tu zhvillu shoqëria, tu lën pasoja. A di që shonë suku për shembull mi pas 10 sene në tavolinë. Edhe logjika të thotë tyje që ato 10 sene për mi kap, dohen 10 minuta kohë. Ti e përshpejton procesin. I thu 10 sene kemi kap për 5 minuta. A i tu gut ka me lanë pasoja. Qështu është bëj jeta dinamike. Me në që mi arrit gjanat në kohën e duhur, ti përshpejton si jep kohë sa duhet, edhe pastaj disbalancohen kriteret e jetës, edhe ki begi shqetësimet noja. Begi shqetësimet jetës, sepse i ke ngut proceset, i ke ngut proceset e jetës. Leje jetën e të rjedhë normal, aja që është e jona, shken detyra tona në këtë dunja, do të me krysi janë tonat, edhe mos nëzito, sepse gjithë shka ka marrë në kohën që ka thonë Zoti Madhreshëm. Jo në kohën ku ka thonë njeri. Shijohë jetën, kuptohë në proces, për ndryshe pasohet e ndaja, dhe ne po jetojmë këtë kohë vëllezër, që shoqëritë po zhvillohen me dinamikë po shpejtune, mi po pasohet e shumë ndaja. Lexoni statistikat për vendet e ndryshme të botës, se çfarë pasoja kanë shoqëritë sot. Ti e sheh kur gjan si mungon në të kuptimin e jashtëm, ai përmbrana digjet, s'ka vullnet, s'ka dëshirë për jetë e kështu me radhë. Dhe ti çuditësh ai mungon atina. Sepse është formu gabimisht, edhe në formim e sipër kalon zbrastira shpirtërore. E vakumi shpirtëror nuk mbulohet kallaj. Pastaj ky vakumi shpirtëror kthehet në vështirësi të jetës. Dhe mos xhanu me betejmë, po jemi të fol për këshillën vëllezër, dhe është shumë e rëndësishme dhe po e mbylli për shkak edhe të kohës. Tha ma i cili do me këshillu dikan, do të bi pas 4 kushte. Një, me qenë i dijshëm, edhe me qenë i sinqert në dijen e vetë. E dyta, me zgjedhë fjalë të mira, të buta, për me këshillu dikan. E treta, me këshillu më shehu razi, jo në publik, se arëzon reputacionin. Ti nuk jete këshillu, ti jete demasku, s'ban është. Dhe e katra mja ditë gjendjen aktuale që e ka. Kush e ka këtë aftësi, bëhet i dobishëm për shoqëri. Fjala ti zëvën, po kush si ka këtë aftësi, problem.
E Allah po na obligon që t'i këshillojmë njerëzit dhe t'i ndihmojmë njëri tjetrit me i përjetu më të mirat mundshme. Nëse botë tu po përfundoj për shkak se ku ezanit pas ka, walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.